Bashkia e Pogradecit prezantohet për herë të parë në panairin ndërkombëtar të turizmit në Berlin, ku çdo vit marrin pjesë një numër i madh operatorësh turistik nga e gjithë bota. Sipas Ledian Zeqollarit, drejtori i turizmit në Pogradec, interesi është mjaft i madh për t'u njohur me ofertën turistike të Shqipërisë, por edhe të Pogradecit, i cili zë një vend të rëndësishëm për sa i përket vëmendjes së shfaqur nga tur operatorët nga e gjithë bota. Pogradeci këtu prezanton të gjitha destinacionet turistike, të cilat janë mjaft vizituar, sidomos nga turistët gjerman, francez, italian, por jo vetëm. Kudo të prezantohen të gjitha turoperatorët, po ashtu edhe kompanitë e mëdha turistike, të cilat janë përqendruara sot këtu. Interesi është mjaft i madh, sidomos për Shqipërinë. Tashmë Shqipëria është një destinacion i cili është në top listën e vendeve të cilat do të vizitohen patjetër nga agjencitë e mëdha turistike. Por do të kemi parasysh që edhe Pogradeci zë një vend mjaft të rëndësishëm për sa i përket të interesit të madh që kanë shfaqur turoperatorët, qoftë vendas po qoftë të bëjnë. Panairi ndërkombëtar i turizmit në Berlin zgjat 3 ditë dhe vizitohet nga mijëra të huaj dhe qindra agjenci turistike, të cilat lidhin marrëveshje me agjencitë që prezantohen në të.